Ndryshimin e ligjit për sportit, një ndryshim i ligjit I cili ka ndodhur në vitin 2008, po ashtu të njëjtat pyetje me shumë gjas do t'i drejtohen nga prokurorët e SPAK të kësaj çështje Arben Kraja dhe Enkeleta Milonaj edhe ish drejtoreshës së sporteve në Ministrinë e Sportit dhe Kulturës Violeta Shevit. Janë thirrur vetëm 2 dëshmitarë sot dhe jo më shumë pasi lista e SPAK është edhe më e gjatë sa I takon dëshmitarëve që janë kërkuar për shkak të orarit të vonë që ishte caktuar kjo seancë në orën 15. Kujtoj këtu që seancën e kaluar kanë dhënë dëshmi disa dëshmitarë. I pari që u pyet në radhën e dëshmitarëve të kërkuar nga SPAK ishte kallëzuesi Taulant Balla, kallëzuesi I kësaj çështje në cilësinë edhe të kallëzuesit, por edhe personit I cili ka dorëzuar një pjesë të dokumentave bashkë me kallëzimin, mbi bazën e të cilit më pas nisën edhe hetimet e prokurorisë posaçme, duke marrë edhe të pandehur, siç dihet ish kryeministrin Berisha, dhëndën e tij Amarbër Maltezi, por dhe 3 shtetas të tjerë. Okej, qartë. Ndërkohë, ditën e sotme pashtu apeli I posaçëm ka marrë një tjetër vendim sa I takon një tjetër çështjes dosjes sa I takon inceneratorit të Tiranës, se më konkretisht për Alqi Bllakon, në mos gaboj një zbutje të masës ndaj tij, për çfarë bëhet fjalë? Po, bëhet fjalë për vendimin lidhur me inceneratorin e Tiranës për ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllakon, një herazi edhe ish deputeti I Partisë Socialiste. Në fakt, shkalla e dytë e gjyqësorit, apeli I GKK-s ka zbutur pozitën penale, qoftë në aspektin e dënimit, por edhe të episodeve për Alqi Bllakon. Kështu ai është deklaruar I pafajshëm për një nga episodet e korrupsionit në apelin e GKK-s. Bëhet fjalë për episodin e pagesës në vlerën e 7 milion lekëve për shtetasin Vladimir Bezhani, ndërkohë që kanë mbetur në fuqi dënimi për episodin e parë të korrupsionit lidhur me shumën prej 119.000 euro që Alqi Bllako ka përfituar nga pronarët e inceneratorit. Ndërkohë që nga ana tjetër është ulur edhe masa e dënimit. Kujtoj këtu që në shkallën e parë zoti Bllako ishte dënuar me 4 vite, por që për shkak të gjykimit të shkurtuar zbriste në 2 vite 8 muaj burg, ndërkohë që në shkallën e dytë të gjyqësorit, në apelin e GKK-s, ai u dënua përfundimisht me 3 vite burg, që zbret automatikisht për shkak të gjykimit të shkurtuar në 2 vite heqje lirie, por siç dihet zoti Bllako në fakt ka dalë prej kohësh nga qelia dhe ai tashmë pjesën tjetër të dënimit duhet ta vuaj duke ndjekur shërbimin e provës. Kështu le të themi që për zotin Bllako pati një zbutje të dënimit nga apeli I GKK-s lidhur me inceneratorin e Tiranës, ndërkohë që siç dihet ai më herët është dënuar edhe për inceneratorin e Elbasanit, ndërkohë që për inceneratorin e Fierit, ku po ashtu ai ka qenë I proceduar, çështja është rikthyer në gjykatën e apelit dhe ende nuk ka një vendimarrje. Po, e qartë. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ditën e sotme ka thirrur deputetin socialist dhe ish kryebashkiakun e Tepelenës zotin Ndërmet Peçi për çfarë është paraqitur ai, për çfarë është thirrur.